Adidas dhe Puma janë dy nga markat më ikonike sportive të botës, dhe megjithatë, të dyja janë të bazuara në këtë qytet të vogël në Gjermani, sepse këto dy kompani ndajnë një histori shumë kontroversiale, plot me tradhti, sabotazh dhe një rivalitet vllazëror si asnjë tjetër. Adolf dhe Rudolf Dassler ishin vëllezër, por ata përfunduan duke filluar kompani rivale këpucësh dhe duke u bërë armiq të hidhur. Historia e Adidas dhe Puma ishte si një lojë shahu gjatë gjithë jetës, ku të dy vëllezrit nuk ndaluan para asgjëje për të provuar dhe për të shkatruar tjetrin. Edhe sot e kësaj dite, mosmarrveshja e tyre familjare ende ndan të gjithë qytetin ku ata lindën, me një gjysmë që mbështet Adidas dhe gjysmën tjetër që mbështet Puma. Kjo është një histori gënjeshtrash, sekretesh dhe korrupsioni, që përfshin dy luftra botërore dhe zbulon se si themeluesit u bashkuan me partinë naziste dhe prodhuan armë për ushtrinë e Hitlerit. Dy vëllezër të lidhur me gjak, por të ndarë nga lakmia dhe ambicie. Kjo është historia e vërtetë e çmendur e Adidas dhe Puma. Në 1898, Rudolf Dassler, i njohur si Rudi, lindi në një familje të varfër. Vetëm 2 vjet më vonë, vllai i tij Adolf lindi, i njohur si Adi, dhe është e drejtë të thuhet se ishte një familje e vështirë për dy vëllezrit. Ata jetonin në një qytet të vogël në Gjermani, që ishte i njohur për fabrikat e tij për prodhimin e këpucëve. Babai i tyre punonte në një prej këtyre, por ai nuk fitonte mjaft para për të mbështetur të gjithë familjen, kështu që nëna e tyre drejtonte një biznes rrobalarse në anë. Ajo pastronte rrobat e njerëzve dhe pastaj Rudi dhe Adi i dorëzonin ato në të gjithë qytetin, dhe kështu ata u bën shpejt të njohur si djemtë e Ladit. Megjithatë, të dy djemt më vonë u rekrutuan në ushtrinë gjermane për të luftuar në luftën e parë botërore, dhe kur ata u kthye në shtëpi, biznesi i rrobalarse së nënës së tyre kishte humbur çdo klient. Lufta kishte shkatruar ekonominë e Gjermanisë dhe situata dukej leak, por këtë herë ishte Adi, ai që erdhi me një ide biznesi për të provuar dhe për të ndihmuar familjen e tij të mbijetonte. Adi kishte qenë gjithmonë i interesuar në atletik dhe për shumë vjet ai kishte dashur të ndiqte gjurmët e babait të tij si një këpucar. Shikoni, në atë kohë, njerëzit zakonisht nuk kishin këpucë specifik për ngjarje të ndryshme, kështu që Adi supozoi se nëse ai krijonte këpucë spike specifik për vrapim, kjo do t'u jepte atletëve një përparësi të madhe. Dhe kështu, Adi vendosi të kthente kasoljen e rrobalarse së nënës së tij në një punishte për të bërë këpucët e tij të vet. Kishte disa pengesa kryesore në rrugë. Megjithatë, Adi nuk kishte para ose materiale dhe lufta kishte rrëzuar rrjetet elektrike të qytetit. Megjithatë, kjo nuk e ndali atë. Në vend që të blinte materialet që i duheshin për të bërë këpucët, Adi u bë krijues. Ai bashkoi një trimer lëkure në një rrotë, biciklete, dhe mori një nga miqtë e tij pedalin për t'i dhënë fuqinë që i duhej fal improvizimit të Adit. Ai ishte në gjendje të bënte këpucë që ishin befasisht të qëndrueshme, dhe ato u bën popullore në qytetin e tij. Ai gjithashtu u bë i obsesionuar me çdo detaj të këpucëve dhe eksperimentoi me të gjitha materialet dhe dizajnet e ndryshme. Ishte e qartë se biznesi i tij kishte potencial për zgjerim, dhe kështu vëllai i Adit Rudi vendosi të linte punën e tij dhe të vinte të punonte me Adi. Rudi ishte shumë më i hapur dhe karizmatik se sa vëllai i tij, kështu që ai do të fokusohej në shitje. Ndërkohë, Adi donte sportet dhe ishte një perfeksionist me dizajnet, kështu që ai do të fokusohej në prodhimin e këpucëve. Dhe kështu, dukej sikur së bashku, ata do të bënin një ekip të shkëlqyer. Kështu që në 1924, ata filluan zyrtarisht fabrikën e këpucëve sportive të vëllezërve Dassler. Natyrisht, askush nuk mund të kishte parashikuar se kjo sipërmarrje e përbashkët do të shqiste familjen dhe do të çonte në dy perandori globale këpucësh. Rudi ofroi këpucë Dassler në çdo klub sportiv që mund të gjente në Gjermani. Shitjet u rritën shpejt, gjë që u lejoi vëllezërve të dilnin nga kasolla e ngushtë e rrobalarse së familjes së tyre dhe në një fabrikë të re, me pajisje më të mira dhe më shumë punonjës. Tani, ata mund të bënin këpucë me cilësi më të lartë dhe gjithashtu të zgjerohen në çizme futbolli, gjë që ishte kohë e mirë pasi futbolli po rritej me shpejtësi në popullsi në të gjithë vendin. Rudi dha disa çifte falas në shumë klube futbolli, ditur se pasi ata të shihnin cilësinë, ata do të donin më shumë. Dhe kështu, biznesi shkonte mirë për vëllezrit.
Adi vazhdoi të përmirësonte cilësinë e këpucëve të tij dhe Rudi vazhdoi t'i shiste ato. Por pastaj, Hitleri u ngrit në pushtet dhe asgjë nuk do të ishte më e njëjtë. Nazistët filluan të promovonin hand, sportet dhe fitnessin fizik, si një mënyrë për të nxitur krenarinë kombëtare të popullit gjerman, ose t'i përgatiste ata për luftë. Kjo çoi në një sasi të paprecedent kërkese për këpucë sportive, dhe vëllezërit Dazla ishin aty për të përfituar nga kjo. Të dy, Adi dhe Rudi, gjithashtu u bashkuan zyrtarisht partisë naziste. Disa mund të thonë se kjo ishte një nevojë në atë kohë, nëse doje të drejtonje një biznes në Gjermani, por duket të ketë prova se ata ishin të dy mbështetës të vërtet të Hitler. Rudi ishte në fakt mjaft vokal për opinionet e tij të forta politike në mbështetje të nazistëve, dhe ndërsa Adi ishte më pak vokal, ai ishte i përfshirë rënd në rininë e Hitler. Sido që t'jetë, nuk ka dyshim se biznesi i tyre të këpucëve sportive përfitoi masivisht nga regjimi nazist. Por shpërthimi i tyre më i madh i të gjithave ishte në 1936, kur Gjermania organizoi lojrat olimpike. Kjo ishte olimpiada e parë ndonjëherë që u transmetua në televizion, dhe kështu, vëllezërit e kuptuan se ishte një mundësi e artë marketingu. Nëse ata mund të merrnin atlet olimpik duke veshur këpucët e tyre, kjo do të ishte reklama e përkryer, dhe kishte një atlet në veçanti që ata donin të vishte këpucët e tyre. Jesse Owens, një afrikano-amerikan që është një nga atletët më popullor në botë. Megjithatë, sponsorizimi i Jesse Owens ishte një lëvizje e rrezikshme. Hitler e pa olimpiadën si një mënyrë për të demonstruar botës atë që ai besonte se ishte superioriteti i racës gjermane, dhe kështu pasja e një atleti të zi duke fituar do të shkonte plotësisht kundër asaj që Hitler dëshironte. Dhe kështu, vëllezërit Dassler, që u pa të mbështesnin Jesse Owens, ishte padyshim e rrezikshme. Por Adi ishte i vendosur ta bënte këtë dhe shkoi të gjente Jesse Owens në fshatin olimpik. Pas një bisede të shkurtër, ai i tregoi atij këpucët e tij të personalizuara vrapimi, dhe Jesse pranoi dhuratën dhe ra dakord të vishte këpucët gjatë olimpiadës. Shikoni, atëherë gjërat ishin të ndryshme. Atletët ishin thjesht të lumtur të merrnin këpucë të shkëlqyera falas dhe nuk prisnin asnjë kompensim shtesë për t'i veshur ato. Jesse Owens shkoi dhe fitoi 4 medalje ari në lojrat olimpike të Berlinit, ndërsa vishte këpucë Dassla. Hitler ishte natyrisht i tërbuar, pasi kjo shkoi plotësisht kundër propagandës që ai po përpiqej të shtypte të racës ariane duke qenë supreme. Por kjo ishte padyshim një promovim i pabesueshëm për vëllezërit, pasi atleti më i mirë në olimpiadë vishte këpucët e tyre. Fal kësaj publiciteti, vëllezërit së shpejti filluan të merrnin porosi nga e gjithë bota. Në sipërfaqe, gjithçka dukej e shkëlqyer për kompaninë e tyre. Megjithatë, pas skenave, tensionet kishin filluar të rriten midis dy vëllezërve dhe pasojat e olimpiadës do të ishin fillimi i fundit. Fabrika e Dassler ishte më e zënë se kur më parë, por vëllezërit nuk mund të binin dakord se si ta trajtonin këtë, pasi stresi i biznesit u rrit, kështu bën edhe tensionet midis vëllezërve. Rudi ndjeu se biznesi nuk do të ishte asgjë pa përpjekjet e tij të shitjes, ndërsa Adi ndjeu se biznesi nuk do të ishte asgjë pa produktin e tij. Dhe gjërat u nxehen më shumë pasi lufta e dytë botërore shpërtheu, pasi çdo biznes pritej të kontribonte në përpjekjen luftarake, kështu që këpuca Dassler u bë një prodhues i çizmeve dhe armëve për ushtarët nazist. Rudi e pa këtë si një kërcënim, sepse gjatë luftës Adi ishte qartë përgjegjës. Ai ishte ai që dinte për prodhimin, dhe Rudi u bë paranojak se Adi po e shtynte atë jashtë biznesit. Kjo çoi në shumë luftra, por për ta bërë më keq, vëllezërit kishin investuar në një pronë së bashku, kështu që ata ishin të dy duke jetuar në të njëjtën shtëpi, së bashku me gratë dhe fëmijët e tyre, dhe kështu ata po kalonin pothuajse të gjithë kohën e tyre së bashku dhe filluan të grindnin më shumë se kurrë. Një natë, kur bombat aleate po hidhen në Gjermani, Adi dhe gruaja e tij zbritën në bodrum për strehim. Kur ai pa Rudi dhe gruan e tij tashmë poshtë atje, ai tha: "Bastardët janë përsëri këtu." Tani Adi tha se ai po i referohej aleancës që po hidhnin bomba mbi ta, por Rudi ishte i bindur se komentet e Adit ishin drejtuar për të dhe gruan e tij.
Kur familja doli nga i Bodrum, Rudi dhe Adi nuk mund ta duronin më njëri tjetrin. Së shpejti pas kësaj, Rudi u thirr në ushtri, ndërsa Adi ju lejua të qëndronte prapa për të operuar fabrikën e cila tani prodhonte pjesë tankesh, por ndërsa ishte në linjat e para, Rudi u bë më i bindur se Adi i dëshironte të merrte përsipër kompaninë për veten e tij. Kështu që ai dërgoi një letër duke thënë se ai nuk ndjente se Adi kishte karakterin për të udhëhequr kompaninë, dhe Rudi kërkoi që gruaja e tij të jetë përfaqësuesja e tij ndërsa ai ishte larg me ushtrinë, por Adi refuzoi. Urrejtja midis vëllezërve u bë aq intense sa Rudi raportoi Adit tek autoritetet naziste, duke pretenduar se ai po grumbullonte lëkurë që duhej të ishte përdorur për përpjekjen luftarake. Si rezultat, Adi u mbajt shkurtimisht dhe u interrogua. Pas përfundimit të luftës, procesi i denatifikimit filloi ku amerikanët morën njerëz gjerman për gjykim, për të zbuluar nëse ata kryen ndonjë krim gjatë luftës. Rudi u burgos për shkak të dyshimeve të përfshirjes së tij të rëndë në regjimin nazist, dhe ai kaloi një vit në një kamp të burgosurve të luftës. Gjatë kësaj kohe, ai u bë i hidhur se vllai i tij nuk po bënte asgjë për ta ndihmuar atë të lirohet. Në fakt, amerikanët më vonë zbuluan se arrestimi i Rudit kishte për shkak të një përgjimi që ata morën, dhe kështu Rudi ishte i bindur se ishte Adi ai që e kishte kthyer atë tek amerikanët për ta hequr qafe atë. Kur Rudi u lirua përfundimisht nga burgu, Adi po kalonte gjyqin e tij, ku ai ishte i dyshuar për përfitim lufte, dhe Rudi nuk humbi shansin për të dëshmuar kundër tij. Natyrisht, Adi mohoi gjithçka dhe përfundimisht të dy vëllezërit u pastruan, por pas gjithçkaje që kishte ndodhur, ata nuk ishin më vëllezër, ata ishin armiq të betuar. Kishte madje thashteme për një aferë të supozuar midis Rudi dhe gruas së Adit, dhe ky është problemi. Kishte aq shumë akuza, është e vështirë të dish saktësisht çfarë është e vërtetë. Çfarë ne e dim me siguri është se pas të gjitha luftrave dhe tradhtive, vëllezërit nuk mund ta duronin njëri tjetrin dhe nuk kishte mënyrë që ata të mund të punonin së bashku. Dhe kështu në 1948, pas muajsh negociatash të hidhura, Rudi dhe Adi ndan asetet e kompanisë dhe regjistruan dy kompani të veçanta, Adidas dhe Puma. Dhe me të dy vëllezërit të ushqyer nga hakmarrja, ata do të kalonin pjesën tjetër të jetëve të tyre duke sabotuar bizneset e njëri tjetrit. Për të emërtuar kompaninë e tij, Adi përdori pseudonimin e tij, Adi, dhe e kombinoi me gjysmën e parë të mbiemrit të tij, Dazla. Në varësi se nga je, mund ta shqiptosh Adidas, ose personalisht unë gjithmonë kam dëgjuar Adidas. Sa i përket Rudit, ai gjithashtu do ta emërtonte kompaninë e tij sipas vetes, kështu që fillimisht e thirri Ruda, por pas disa javësh, ai vendosi ta ndryshonte atë në emrin që të gjithë e njohim, Puma. Ai mendoi se tingëllonte më mirë dhe tha se atletët dëshironin të ishin si një puma. Përsëri, në varësi se nga jeni, ju mund të thoni Puma ose Puma. Sido që të jetë, ndarja e një kompanie në dy kompani të ndryshme ishte një proces i ndërluar. Punonjësit duhet të zgjidhnin për cilën kompani të re të shkojnë të punojnë. Shumica e stafit teknik shkoi me Adi dhe shumica e stafit të shitjeve shkoi me Rudi, por kjo pati një efekt të çuditshëm në qytetin e tyre të vogël. Qyteti ku jetonte si Adi ashtu edhe Rudi u nda në mes nga një lum, dhe kështu pasi Adi dhe Rudi u ndan në dy kompani të veçanta, Adidas ishte në një anë dhe Puma ishte në tjetrën. Dhe që nga ai moment, qyteti ishte përgjithmonë i ndarë. Adidas dhe Puma shpejt u bën punëdhënësit më të mëdhenj në anët e tyre përkatëse të lumit dhe kështu ata zhvilluan komunitetet e tyre gjysmë izoluare. Secila anë kishte shkollën e vet, kështu që fëmijët e prindërve që punonin për Adidas shkuan në një shkollë dhe fëmijët e prindërve që punonin për Puma shkuan në një tjetër. Gjithashtu ishte shumë e keqpare të takoje njerëz nga ana tjetër e qytetit dhe banda rivale madje u formuan bazuar në këpucë. Ishte praktikisht një krim të vishje Puma në anën e Adidasit të qytetit dhe anasjelltas. Përfundimisht, hometown i vëllezërve u bë e njohur si qyteti i qafave të përkulura, sepse njerëzit po shihnin gjithmonë poshtë për të parë çfarë këpucësh po vishnin njerëzit, kështu që ata dinin nëse duhet të flisnin me ta apo jo. I vetmi person që nuk zgjodhi një anë ishte kryetari i bashkisë, që në ngjarjet zyrtare vishte një këpucë nga Adidas dhe një nga Puma, për të siguruar që të dy markat ishin të përfaqësuara. Në fillim megjithatë, do t'i ishte e vështirë të dalloje këpucët Adidas dhe Puma, sepse ato dukeshin pothuajse të njëjta. Megjithatë, një nga teknikat që Adi përdoni për të bërë këpucët e vrapimit më të qëndrueshme, ishte të shtonte 3 shirita lëkure në anët e tyre. Kështu që në 1949 Adi filloi të pikturonte këto shirita lëkure të bardhë, gjë që menjëherë bëri këpucën e tij të dallohet dhe njerëzit e donin pamjen. Tani që këpucët Adidas dhe Puma dukeshin të ndryshme,
Të dy Rudi dhe Adi ishin të vendosur të bëheshin prodhuesit dominues të këpucëve sportive në Gjermani, dhe një mundësi e madhe po afrohej. Gjermania po përgatitej për kupën e tyre të parë botërore që nga lufta. Rudi njihte personalisht trajnerin e ekipit kombëtar dhe kështu ai u përpoq të godiste një marrëveshje me të për të siguruar që ekipi gjerman të vishte këpucë Puma gjatë Kupës së Botës. Megjithatë, ata nuk mund të bien dakord për kushtet e pagesës. Rudi ishte i bindur se menaxheri do të tërhiqej përfundimisht, por kjo u kthye plotësisht prapa pasi menaxheri goditi një marrëveshje me Adi në vend, dhe kështu ekipi gjerman vishte këpucë Adidas. Në fillim megjithatë, ekipi gjerman dukej se po kishte një kohë të vështirë dhe kështu pritjet ishin të ulta. Por pastaj, për habi të gjithëve, ata disi arritën gjithë rrugën deri në finale. Kjo do të ishte me siguri ku fati i tyre do të mbaronte, megjithatë pasi ato po luanin Hungrinë që nuk ishin humbur një ndeshje në 4 vjet. Prikërisht para fillimit të lojës, megjithatë, filloi të binte shi dhe ato ishin lajme të shkëlqyera. Shikoni, çizmet që Adi kishte projektuar me porosi për lojtarët gjerman mund të rregulloheshin duke futur vida në fund. Ai i thirri këto çizme klic të rregullueshme dhe ata i dhan lojtarëve të Gjermanis një grip shumë më të mirë kur barri ishte i lagur ende. Finalet filluan keq për Gjermanin, pasi ata ishin 2 gola poshtë, por ndërsa fusha u bë gjithnjë më shumë balt, lojtarët e Hungarisë filluan të rrëshqisnin, ndërsa lojtarët e Gjermanisë po vraponin përreth për krye të mirë, fal klicë të tyre të rregullueshme. Shpejt i mjaftueshëm, Gjermania shënoi një gol të parë, pastaj një të dytë dhe në minutat e fundit të lojës ata morën udhëheqjen. Ishte një fitore jashtëzakonisht e paimagjinueshme për Gjermaninë perëndimore, që tifozët e përshkruan si një mrekulli. Për herë të parë që nga lufta, populli i Gjermanisë kishte diçka për të cilën të ndihej krenar. Ishte një nga momentet më ngritëse kulturore të vendit, dhe meqense ekipi kishte fituar duke veshur këpucë Adidas, e ktheu Adi në një lloj heroi kombëtar. Adidas pati një shpërthim masiv kërkese, ndërkohë Rudi ishte i shkatruar se ai kishte humbur një mundësi të artë për të promovuar kompaninë e tij. Tensionet u rritën më tej. 2 vjet më vonë, gjatë Olimpiadës Melbourne, dërgesa e këpucëve të Puma misteriozisht nuk u pastrua nga customs, por dërgesa e Adidas bëri. Thashethemet sillnin që oficerët e doganave ishin rishfetuar nga Adidas për të mos lënë dërgesën e Puma të kalonte, kështu që shumica e atletëve do të vishnin këpucë Adidas në vend. Rudi ishte i tërbuar që Adidas po merrte vëmendjen dhe gjatë viteve të ardhshme Adidas dhe Puma do të përpiqeshin të tejkalonin njëri tjetrin në çdo mundësi. Mosmarrveshja e ushqyer nga hakmarrja e Rudi dhe Adi i çoi ata të zgjerohen agresivisht bizneset e tyre. Të dy kompanitë filluan të shisnin këpucët e tyre jashtë vendit dhe pastaj ata filluan të shisnin edhe produkte të tjera, si short, çorape dhe atlete. Çfarëdo që bënte një kompani, bënte edhe tjetra. Dhe me të dy kompanitë që po zgjeroheshin me shpejtësi, 2 vëllezrit rekrutuan bijtë e tyre për t'i ndihmuar ata. Kështu që djali i Adi, i quajtur H, filloi të merrte vendime për Adidas dhe djali i Rudi, i quajtur Armen, filloi të merrte vendime për Puma. Me një brezni të ri të Dazzlers, ju mund të mendoni se drama familjare do të ishte ftohur, por në vend kësaj ishte e kundërta. Shumë shpejt, Suns do të kishin arsyet e tyre për të urryer njëri tjetrin. Të dyja kompanitë u përfshin në një garë sponsorizimi për të bërë marrëveshje me atletët më të mirë. Ata do të shpenzonin shuma të mëdha parash, whining dhe duke ngrënë darkë yjet më të mëdhenj për të provuar dhe për t'i marrë ata të vishin këpucët e tyre. Megjithatë, kjo së shpejti doli jashtë kontrolli. Për Olimpiadën e 1968, H dhe Armen kishin shpërdoruar shuma të pafundme parash, duke u futur në luftra ankandi me njëri tjetrin për të sponsorizuar disa atletë. Kjo ngriti masivisht kostot e tyre dhe shkatroi fitimet e tyre. Kështu që para Kupës së Botës 1907 në Meksik, ata bën një PCT sekret. Shikoni, në atë kohë kishte një atlet që të dy ata po vdisnin për të nënshkruar, Pele. Pele nuk ishte thjesht një tjetër lojtar futbolli, ai u pasi lojtari më i talentuar në botë. Meqense ai ishte i famshëm botërisht, nënshkrimi i Peles do të kishte qenë një game changer për ose Adidas ose Puma. Por H dhe Armen e dinin se nëse njëri prej tyre provonte, tjetri thjesht do të bënte një ofertë më të mirë. Dhe ata do të vazhdonin të tejkalonin njëri tjetrin derisa të digjnin të gjithë paratë e tyre, kështu që u bë një marrëveshje që ose Adidas ose Puma do të sponsorizonin Pele. Ai ishte rreptësisht jashtë kufinjve.
Pra, ju mund ta imagjinoni goditjen dhe zemrimin nga ekipi i Adidas kur ata ndezën çerek finalen e Kupës së Botës për të parë Pele duke veshur një çift këpucë Puma, ndërsa ekipet hynë në pozicion për fishkëllimin e hapjes, çdo kamer ishte e drejtuar në Pele dhe pikërisht para fillimit të lojës, Pele i kërkoi gjyqtarit të ndalonte për një moment. Ai pastaj u ul dhe lidhi lidhset e këpucëve të tij për ato disa sekonda. Puma dominoi miliona ekrane televizive në të gjithë botën. Pa e ditur Adidas, Puma kishte nënshkruar Pele në një marrëveshje në vlerë mbi $125.000 dhe duke e marrë atë të ndalonte lojën për të lidhur lidhset e tij, ishte fjalë për letër reklama e përkyrur. Pele shkoi dhe udhëhoqi Brazilin në fitore në Kupën e Botës, gjë që ngriti qëndrimin global të Puma dhe bëri çizmet e tyre bestsellers globale për vitet që vinë. Qartë, Horst ishte i tërbuar që Armin kishte thyer paktin e tyre. Mosmarrveshja e Dazzlas ishte përsëri në fuqi dhe më e fortë se kurrë. Ndërkohë, Adi dhe Rudi ishin tani në të 70-tat e tyre. Ata ende nuk ishin folur në shumë vjet dhe vazhdonin ta urrenin njëri tjetrin. Në fakt, edhe kur Rudi pudiste nga kanceri i mushkrive, Adi refuzoi ta shihte atë apo madje të shkonte në funeral të tij. Adi vetë vdiq disa vjet më vonë. Të dy vëllezrit janë të varrosur në varrezat e qytetit të tyre, por në skajet e kundërta, kështu që edhe në vdekje ata ende mbeten të ndarë. Të dyja Adidas dhe Puma kishin humbur themeluesit e tyre dhe pa ta, bijtë e tyre H dhe Armin kishin një kohë të vështirë duke marrë udhëheqjen. Në udhëheqjen e Host, Adidas u fokusua aq shumë në marrëveshjet e sponsorizimit dhe në tejkalimin e Puma, sa ata shpenzuan pothuajse të gjitha paratë e tyre dhe harruan plotësisht atë që klientët e tyre vërtet kujdeseshin për. Ndërkohë, Puma, në udhëheqjen e Armin, u fokusua vetëm në zgjerim në shkallën e Adidas, gjë që nuk ndodhi dhe cilësia e produktit të tyre u prek për shkak të kësaj. Fundi i viteve 70 dhe fillimi i viteve 80 ishin një kohë e tmerrshme për të dy kompanitë dhe deri në 1989 ato po afroheshin në buzë të falimentimit, kështu që ata të dy u shitën investitorëve privat. Tani Adidas dhe Puma ishin problemi i dikujt tjetër, por rigjallërimi i tyre nuk do të ishte i lehtë. Adidas dhe Puma kishin qenë aq të fokusuar në tejkalimin e njëri tjetrit sa deri në vitet 90 Nike i kishte mundur të dy ata dhe u bë udhëheqësi i padiskutueshëm i industrisë sportive. Megjithatë, në 1993, Robert Lowdraws, një miliardar zvicran i njohur për kthesa të markash, bleu Adidas. Ai donte ta poziciononte Adidas si markë sportive për atletë serioz, por gjithashtu ta bënte atë cool përsëri, kështu që ai u fokusua në krijimin e produkteve të reja inovative, si çizmet Predator dhe partneritet me atletë yje si David Beckham, Kobe Bryant dhe Andre Agassi. Deri në 2006, Adidas ashmë ishte në këmbë shumë më të mira, kështu që Lou Drivius bleu Reebok për 3.8 miliard dhe në 2013 ata u bën partner me Kanye West për të krijuar Yeezys, që u bën një markë miliarda dollarësh vetvetiu. Kështu që fal Lou Drivius, Adidas ishte në gjendje të luftonte kundër Nike dhe tani ishte më e madhe se kurrë. Sa i përket Puma, ajo u ble në 1993 nga një ekzekutiv i ri gjerman i quajtur Jan Schitz dhe ai mori një qasje shumë të ndryshme. Puma ishte më e vogël se Adidas, kështu që pasi Schitz siguroi që ata po bënin produkte me cilësi, përsëri ai hyri në tregje niche si Formula 1. Ai pastaj shënoi marrëveshje me atlet me profil të lartë si Usain Bolt, por më kryesori e të gjithave, Schitz e ktheu Puma në më shumë se thjesht një kompani sportive, duke punuar me dizenjer të guximshëm si Alexander McQueen dhe madje duke sjellë Rihanna si drejtore e tyre krijuese. Ai e pozicionoi Puma si një lojtar i ashpër, rebelues në mod në tërësi. Fal Schitz, Puma kishte rifituar statusin e markës miliarda dollarësh deri në mesin e viteve 2000 dhe tani është kompania e tretë më e madhe e rroba sportive në botë, vetëm pas Adidas dhe Nike. Adidas dhe Puma nuk janë më biznese të drejtuara nga familja,
kështu që në 2009 ata përfundimisht i vunë një fund mosmarrveshjes Dazla, duke organizuar një ndeshje miqësore futbolli në hometown të Adi dhe Rudi. Punonjësit nga të dy Adidas dhe Puma luajtën së bashku në ekipe të përzjera, dhe të dy CEO madje luajtën në të njëjtin ekip si një shfaqje solidariteti. Gjithashtu, edhe sot e kësaj dite, qyteti ku gjithçka filloi është ende i ndarë, me ujërat kryesore të Adidas në një anë të lumit dhe Puma në tjetrën. Ju nuk mund të ndihmoni, por të pyesni nëse vëllezërit Dazla nuk ishin zënë dhe kaluan aq shumë kohë duke luftuar njëri tjetrin, ndoshta ata do të kishin ndërtuar markën numër 1 sportive, por në vend kësaj, Nike e bëri. Dhe për të parë se si ata e bën atë, thjesht klikoni këtë miniaturë në ekran tani. Më besoni, historia e Nike është një çmendje. Do të shihemi atje. Falenderit.